Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur thirrjet për armëpushim në Gazë, një ditë pasi kishte deklaruar se një armëpushim mund të sigurohet brenda një jave. Në një postim në Truth Social të dielën në mëngjes, Trump ka shkruar: "Bëni marrëveshje në Gazë, ktheni pengjet." Trumpi pati deklaruar të premten se besonte se është i mundur që një armëpushim të arrihet brenda një jave, pavarësisht bombardimeve intensive të rripit të Gazës nga ushtria izraelite dhe sulmeve të vazhdueshme vdekjeprurëse izraelite ndaj civilëve palestinez. Rreth 50 pengje mbetën në Gaza, teksa më pak se gjysma e tyre besohet se janë ende gjallë. Pengjet e mbetura ishin midis 251 pengjeve të marra në sulmin e udhëhequr nga Hamasi më 7 tetor në Izraelin jugor në vitin 2023, në të cilin u vran rreth 1200 persona. Bisedimet indirekte midis dy palëve kanë dështuar që kur Izraeli ka prishur armëpushimin që kishte hyrë në fuqi më 19 janar. Ndërkohë, ushtria izraelite ka lëshuar një urdhër evakuimi për rripin verior të Gazës mëngjesin e së dielës, duke paralajmëruar popullin palestinez në pjesë të qytetit të Gazës dhe zonat përreth për sulme të afërta atje.